Më mbaj me vete dhe flet për një peng dashurie. Ke ndonjë peng dashurie? Ka diçka nga historia jote personale që Rozana Radi e ka hedhur në vargje? Këmbë nga dal më quan, ku puthëm me u betuam, e ula kule ti. Si erdhi ndarja pas 25 vitesh? Shumë sfida që i sjell jeta. Kur e lë dikë të shkoj, sepse në lirin e tij ai zgjedh një rrugë që e bën të ndjet i lumtur më shumë larg teje dhe familjes dhe më afër karrierës dhe pasioneve të veta. Është ky një akt dashurie në vetvete? Është një akt që kërkon që tjetri të jetë i lumtur dhe ti e lejon atë të zgjedhë atë që ai do. Dhe në rastin tonë kështu ndodhi. Si është jetosh në Manhattan sot, mbasi ke jetuar gjysmë shekull jetë? Cilat janë shanset e rilindjes? A e ke ripërjetuar ti dashurinë? Dashurinë e kam ripërjetuar në një mënyrë, domethënë. Cili është një kompromis të cilin ti nuk do të bëj asnjëherë në një raport dashurie? Unë nuk do të falja kurrë tradhtin, kurrë. Kemi nevojë që të ndihemi të plot, jemi patjetër me dikë tjetër, apo mund të ndihemi të plot dhe vetëm? Duhet të jetë shumë bukur nëse krah teje duhet të kenë një njerëz i cili të kupton, të plotëson, të mbështet. A do më çosh lutem edhe një herë në New York natë mesnatën tonë në Manhattan me shi, edhe të më këndosh pak fare nga Cry Me a River? Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. E kemi lënë së bashku filmin në Manhattan në një darkë që mund ta quajmë Midnight in New York, kështu do ta quante Woody Allen. Edhe ka qenë një darkë e bukur shumë me shi, ti që këndoje Cry Me a River, që un kam shumë dëshirë ta risjellësh sot për audiencën e këtij podcasti. Faleminderit shumë Mirakonçi që je rikthyer me zërin tënd, je kudo në çdo program muzikor të sezonit të vjeshtës në Shqipëri, po je edhe ekskluzivisht në këtë intervistë Inspired dhe unë të falenderoj se jam e bindur që ndjekësit kanë shumë kuriozitet të dëgjojnë ty jo vetëm duke kënduar, por duke folur dhe duke ndarë një copë zemre me neve. Shumë faleminderit. Shumë Alketa për ftesën. Dukesh në top form. Po kështu thon. Rrezaton lumturinë e një jete ku ke gjetur të gjitha interesat e përmbushura, ku ke gjetur ekuilibrin tënd atje në ëndrrën amerikane që duket sikur është ëndër, po në fakt për ata që jetojnë aty është edhe sfidë. Nuk e di, mbase ka ndikuar shumë ajo që unë di të bëj më mirë, mbase kënga atje në Amerikë kam për disa koncerte cilat më kanë mbushur jashtëzakonisht emocionalisht, edhe era dhe drini po shkojnë shumë mirë, jeta shkon mirë. Domethënë, mbase është ky lloj stabiliteti i cili reflekton edhe ke unë dhe duket ajo që ti gjithë thonë që dukesh mirë. Ke një stil jete të balancuar? Vrapon ti në Central Park, shkon në palestër, ke kohë që ti përkushtohesh vetes, han me kujdes? Kur kam kohë, me mendje jam çdo ditë që shkoj në palestër. Mundja ime punon atje dhe them ndonjëherë që domethënë këtë hollësi faleminderit Zotit që kam mbase edhe psiqikisht ndikon edhe psiqika mbase se unë për mua jam për ditë në palestër. Mirë, po nuk kam shumë kohë të shkoj për ditë në palestër ose të merr me veten në ushtrime me gjëra, pasi siç ju dhe e dini, domethënë distancat aty janë shumë të largëta dhe duhet minimalisht një orë e gjysmë ti të vish në shtëpi, pastaj kur ti vjen nga puna mund jesh e lodhur thua ha fal sot. Dua ta bëj nesër del diçka tjetër, por iniciativën e kam dhe jam kur shkojmë palestër ndiem domethënë kështu fare re sepse bëj çdo gjë maksimalisht. Këngën e kishte shumë të bukur baladën që këndove, titullohet Më mbaj me vete dhe flet për një peng dashurie. Ke ndonjë peng dashurie? Ka diçka nga historia jote personale që Rozana Radi e ka hedhur në vargje? Nuk mendoj se është. Unë mendoj që në këtë tekst e gjen veten çdo kusht. Faktikisht është një gjë, flet për një dashuri e cila nuk është realizuar, pra për një kujtim, për një, domethënë nuk është personale, por gjithse kush e gjen veten aty, është shumë e prekshme nga të gjithë, është shumë e ndjeshme. Fjalët e këngës janë therse, janë shumë goditura, më duket, janë shumë të prekshme. Ma citon pak lutem? Patjetër. Ose dhe ma këndo, po të kesh dëshira kapela, po. Ta këndoj më mirë se sa. Cila është pjesa preferuar që flet më fort aty në atë tekst? Këmbë nga dal më quan, ku puthëm me u betuam, e ula kule ti. Ai, 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 e fillova unë të qaj si shi. Domethënë kjo pjesa e fillova unë të qaj si shi është një mrekulli për aty të çojnë këmbët atje ku ti dikur ishe ulur me dikë, edhe që nuk e ke më dhe që nuk është më me ty, edhe ulesh atje ku jeni ulur dikur përpara, edhe
tamam aja është sikur domethënë ti qan, po kujt i qash edhe fillove qan si shi. Domethënë fjalët janë të përkryera. Nuk e di, ndjehesh zakonisht to fjalë. Ke nostalgji kur kthehesh tu në Tiranë për ndonjë vend ku je ulur dikur me dikë? Po Tirana është mbetet shumë nostalgjike, edhe në qoftë se ti nuk ke ndonjë kujtim që je ulur me dikë, sepse ka kujtime shumë të bukura, të cilat të bëjnë të ndjesh nostalgjike dhe emocionale, që kështu në një farë mënyrë Tirana është nostalgjike dhe emocionale, pa diskutim. Ti je romantike si natyrë, patjetër. Jam shumë. Artistët janë shumë të ndjeshëm. Jam shumë romantike. Çfarë do të thotë për ty ti je romantike? Cili është versioni më i mirë romantik i mirës? Romanticiteti për mua është, domethënë, ka të bëjë me një natyrë aq të brisht, por dhe aq të shpërthyese njëkohësisht. Se domethënë ti përjetosh gjërat në mënyrën më të bukur të mundshme. Domethënë ka brenda brishtësim, po ka brenda edhe shpërthim, një shpërthim të bukur, pasion, po themi, ose domethënë kështu e përkufizoj unë romanticitetin. Mua më dukesh natyrë kështu delikate, shumë më dukesh e brisht si natyrë. Nuk e di se si është mira në versionin luftarak, nuk e di se si është mira kur nervozohet, kur shpërthen. Në përgjithësi jam natyrë e brisht, por jam edhe shumë natyrë e fortë. E kam tregu, domethënë jeta më ka tregu që jam e fortë dhe kam përballu situata të cilat çdo njeriu mund t'i vinë në jetë. Që kështu i kam të dyja dhe e konfirmoj këtë. Çfarë marrëdhënie ruan sot me Shpëtim Saraçin? Jam kurioze të di për shembull, të uron ai për këngën, të kritikon, të jep një mendim, sa i ka qenë një nga njerëzit më të afërt që ka menaxhuar karrierën tënde, fillesat e tua apo jo? Komunikojmë për fëmijët pa diskutim, por për sa i përket fushës anës artistike, secili është domethënë i aftë ose në gjendje të marrë vendimet e veta, që kështu jemi të lirë të vazhdojmë rrugtimin ton artistik. Ju keni qenë ndër të paktën çifte që keni zbuluar dashurinë që në ato kohë 25 vite më parë përpara kamerave. Si erdhi ndarja pas 25 vitesh? Është e vërtetë ajo që ju thoni, domethënë kanë qenë fillimet jashtëzakonshme, pastaj erdhën jetë fëmijët, pastaj shumë sfida që i sjell jeta, siç e përmenda në fillim, në momentin që vendosëm që të vim në Amerikë, për shkak se era ishte me shkollë, me studime, ndërkohë sigurisht erdhëm për një jetë akoma edhe më të mirë, sepse kush nuk e lakmon ose e don Amerikën. Qëndruam një vit në Amerikë bashkë dhe pastaj ai e pa, domethënë të udhës që duhet kthehej për shkak të statusit të tij, ndjej më mirë në Shqipëri, ndërkohë unë kisha të pamundur të lija Amerikën sepse kisha 2 fëmijë, të cilët kërkonin pa diskutim kujdesin tim, mbështetjen time, një derë shtëpi të hapur, që kështu vendosëm këtë lloj, si më thënë, bëm këtë lloj marrëveshje, thonë za që të vazhdonim kështu jetën. Ti e gjendur shumë afër shpëtimit në momentet e vështira të një sfide shëndetësore që u bë dhe publike. Mbaj mend aso kohë lajmet në titujt e mediave, Shpëtim Saraçi kaloi një sfidë të vështirë shëndetësore dhe ti ishe aty për të, për fat morët gjithë shërbimin mjekësor në Amerikë. Ishte fat ky sepse ai u rehabilitua shpejt dhe jam shumë e lumtur që është mirë shpëtimi. Kam punuar në një nga festivalet, po ti ndërkohë sakrifikove shumë nga koha, energjia, vetja jote dhe dua të pyes deri ku do të shkojë sakrifica e një gruaje për një burr? Do ishte njësoj nëse do të ishe ti në këtë pozicion? Do të kujdesej njësoj ai për ty? Nuk e di, un kam bërë jashtëzakonisht shumë, siç edhe ti Alkeda e the, mirëpo domethënë aq shumë, domethënë kam bërë dhe nuk më duket se kam bërë shumë, them drejtën, sepse them në një marrëdhënie të mirë ose një marrëdhënie të vërtet, ti duhet të japësh gjithçka nga vetja në sensin e sakrificës, të vetmohimit, të dedikimit, të cilat unë këto i bëra në periudhën që ndodhi me shpëtimin. Kur e lë dikë të shkojë, sepse në lirinë e tij ai zgjedh një rrugë që e bën të ndihet i lumtur më shumë larg teje dhe familjes dhe më afër karrierës dhe pasioneve të veta. Është ky një akt dashurie në vetvete? Apo është prap një vetë sakrifikim që ti ke bërë, që nuk e ke ngulur, nuk e luftuar mjaftueshëm, që ti thoje unë kam qenë këtu për ty dhe ti tani duhet të jesh këtu për mua? Është ky në fakt një lirim nga diçka që nuk funksionon, nuk shkon dhe pastaj njerëzit duhet gjejnë rrugën e tyre dhe të lirohen nga kjo që pastaj kthehet në peshë, nuk është më një hapësirë ku ti merr ajër lirisht. Është një akt, domethënë që ti
kërkon që tjetri të jetë i lumtur dhe ti e lejon atë që të zgjedhë atë që ai do. Dhe në rastin tonë kështu ndodhi. Donte domethënë që të vinte në Shqipëri, në Tiranë, sepse ndihej më mirë. Edhe megjithëse ne si familje ofruam që domethënë që ti mund të rish këtu, të punosh këtu, domethënë ose edhe mos punosh fare, po të bësh muzikë nga larg, duke qenë në distancë, pasi siç gjithë e dim, bota është zvogëluar, ti mund të punosh kudo. Mirpo donte të ishte pranë domethënë njerëzve, shoqërisë, njerëzve që e don, sepse shpëtimi është formuar, rritur është në Shqipëri dhe normalisht në një farë mënyrë mund të kishte një lloj drejte. Shpëtimi e bëri mirën apo mira bëri veten? Dhe shumë njerëz thoshin që Mira Konçi është e privilegjuar sepse Shpëtim Saraçi ka një pozicion me ndikim të mirë në rrethet muzikore. Me këtë nuk jam dakord, them drejtën, me këtë idenë që Shpëtimi e bëri mirën, nuk kam qenë herë dakord kur absolutisht ne kemi qenë një dyshe shumë e fortë bashk, edhe kur dy njerëz janë shumë të fortë dhe të vinë fuqishëm në një produksion, bëjnë një fuqi. Unë kam dalë në 90-ën me një recital dhe që nga i moment Shpëtimi më pa që dole nga recital më pëlqeu dhe më ofroi për një bashkëpunim. Pra unë nuk konfirmova në 90-ën pa njohur Shpëtim Saraçin. Në dola si Mira Konçi me një recital shumë të madh, revolucionar për kohën. Dhe me këtë rast dua t'i them gjithëve që ne kemi forcuar dhe kemi fuqizuar njëri tjetrin gjatë gjithë rrugtimit tonë artistik. Shpëtimi nuk më ka bërë mua, të jem e sinqert, por kemi plotësuar njëri tjetrin artistikisht, emocionalisht. Unë kam bërë më të mirën për këngën, për një krim të Shpëtimit, sikur dhe ai ka qenë jashtëzakonisht i kënaqur me ato që unë kam kontribuar në çdo bashkëpunim me të, dhe ai ka shprehur me këdo. Si çdo ma këndonte Mira një këngë, çdo ma këndonte asnjë këngëtar tjetër. Si është jetosh në Manhattan sot, mbasi ke jetuar gjysmë shekull jetë? Cilat janë shanset e rilindjes? A e ke ripërjetuar ti dashurinë? Dashurinë e kam ripërjetuar në një mënyrë, domethënë mbase mund t'i vi çudi çdo njeriu dhe mund mendoj që janë këto forma klishe, por unë kam ndier ke vetvetja këto vitet kryesisht vitet e Amerikës që kam kënduar ashtu siç unë kam dashur të këndoj, ose këndoj ashtu siç unë dua të këndoj, dhe e kam ndier që jam rritur jashtëzakonisht emocionalisht, qoftë në mendimin e një fraze të formuluar teksa këndoj, apo dhe më kam njohur vetëm pak më shumë të drejtën për sa i përket këndimit, dhe këndimi të qenurit në skenë mua më çojnë në një dimension tjetër dhe më bëjnë të prek atë gjën e bukur që është një pafundësi, domethënë që më çon në një botë tjetër dhe them kjo është ajo që unë kam prekur, dhe mbas edhe kjo është, nuk e di, ajo bukuria që ose ajo lumturia mbase që unë edhe reflektoj edhe më ka bërë ndjem shumë mirë. Pra jeta pa dashuri në një buri vazhdon të jetë interesante, ndërsa pa muzikën është një jetë pa dashuri. Po, sigurisht pa muzikën është një, domethënë nuk e di, muzika për mua është më shkatron emocionalisht, dhe të rindërton. Por dhe më rindërton në kuptimin e bukur tamam, domethënë është një mrekulli. Je e lumtur ti tani, Mira Konçi? Në këtë moment të jetës ku ndodhesh? Po, unë jam e lumtur, aq më tepër këto kohë, domethënë, aq më tepër më ardhjen këtu. Vërtet kam takuar njerëz shumë të mirë, edhe që kam ndier që më kanë dashur, më kanë respektuar dhe jam ndier shumë mirë, po realisht jam e lumtur. Sa e bukur është kur mbetesh në kujtesën emocionale të një kombi, megjithëse koha ka kaluar, një oqean të ka ndarë dhe shumë vite në mes. Sa vite u bën që jeton dhe punon në Amerikë? 9 vite. 9 vite. Kthehesh dhe publiku nuk ta kursen asnjëherë dashamirësinë dhe admirimin e tij. Jam totalisht e mrekulluar, Elketa, nga gjitha komentet që kam marrë, nga gjitha përshkrimet, nga gjitha, nuk e di, nuk e kam pritur të drejtën. Domethënë kam pas një mall verbal, në një sens domethënë që më ka mundu gjithmonë ideja që duhet vi dhe t'jap diçka, kam ndier një lloj magnetizimi mes meje qoftë larg edhe me publikun këtu, por këtë e kam ndier këto ditë me komentet, jam e befasuar dhe e kënaqur pafund dhe jam mirënjohëse për ulësisht gjithëve. Cili është një kompromis të cilin ti nuk do të bëj asnjëherë në një raport dashurie? Unë nuk do të falja kurrë tradhtin, kurrë. Kemi nevojën që të ndihemi të plot, jemi patjetër me dikë tjetër, apo mund të ndihemi të plot dhe vetëm? Duhet të jetë shumë bukur nëse krah teje duhet ke një njeri i cili të kupton, të plotëson, të mbështet. Duhet të jetë shumë bukur kur ti mund të jesh vetëm për shembull edhe ndihesh vërtet totalisht mirë
Domethënë, sepse plotësohesh nga gjëra të tjera dhe nuk të del nevoja e idesë që po të kishe një partner ose njëri, mund të them prapë është mirë. Pra në të dyja rastet nuk jam shumë kompetente ta them, sepse jam në një moment që vërtet jam e plotësuar nga shumë gjëra tjera, siç ta thash. Pra me fëmijët, me jetën artistike, me punën time, me jetën që bëj, që kështu nuk di të them. Por di të them edhe këtë që të pasurit një njeri që ja vlen është vërtet shumë mirë, është fat. Ekziston për ty partner ideal? Keti një përkufizim për Po ka. Një partner ideal? Kam pas prindrit e mi që kanë qenë ideal për njëri tjetrin dhe një shembull frymëzimi pa diskutim që ka. Për ty cili do të ishte ai në këtë moment jetës tënde, me pjekurinë që ke tani, me sfidat që ke kaluar dhe me të gjitha ngjyrat e jetës që jo do të ishte një gjë fare thjesht, që të kuptonte dhe të pranonte kështu siç je, asnjë gjë tjetër. Domethënë shumë e thjeshtë. Çfarë ndodh me jetën tënde aty? Është ritmike, është e lodhshme, është e bukur, se shumë shqiptarë që jetojnë në Amerikë apo në vende të tjera të Evropës perëndimore thonë që jeta bëhet më e këndshme në Shqipëri. Atje ka shumë punë dhe ngelet shumë pak hapësirë për pasionet personale, për kohën e mirë, cilësore për veten tënde. Në fakt si është për ty? Në rastin tim mund të jetë pak më ndryshe se shqiptarët e tjerë, sepse unë e pasuroj po them jetën time me projekte të caktuara artistike që kështu e kam pak më ndryshe se tjerët, me thënë të drejtën, por normalisht është jetë atje distancat janë të lodhin jashtëzakonisht, siç e thash, të marrin 4-5 orë të ditës dhe nuk është pak. Që kështu dhe ti të thash shkon në shtëpi, pastaj thua sot po e lej, po shkoj nesër, domethënë të shijon rehatia e shtëpisë dhe nuk del. Misia është aty, por që janë larg edhe ata, pra duhet një herë në muaj të dalësh të sajosh një drek apo një darkë, por kuptohet këtu është jeta shumë e gjallë, Shumë njerëz nuk e dinë që ti ke punuar në sistemin bankar në Shqipëri përpara se të nisesh në Amerikë. Paralel kishe jetën tënde artistike si këngëtare dhe atje punon në një institucion financiar në Manhattan. Tani unë dua të kuptoj këto dy mirat brenda një mire. Mira e matematikës e shifrave, përqendruar para kompjuterit që bën punën e orientuar nga financa, dhe mira artiste. Sa bukur që i ke të dyja hemisferat e trurit të zhvilluara, dhe pjesën analitike dhe pjesën artistike, është fat i madh ky. Po, Alketa, domethënë nuk e di, këto janë bashkëtojnë shumë bukur ke unë. Për mua nuk përbën asnjë problemi, sepse edhe në fushën e muzikës jam autodidakte, është thjesht një talent që më ka fal Zoti, edhe por është ke unë, që kështu unë primar, edhe pse kam pasur këtë qefin dhe pasionin për muzikën, kam dashur të kem një zanat. Kujtoj voglin time kur i mat merrte gjithmonë me vete për bilancet e gjërat në Ministrinë e Tregtisë, dhe ndihmoja me shifra, se kam dashur shumë të merrem me shifra. Por është shumë bukur, i bëj të dyja shumë mirë. Këtë muzikën e kam pasion që do vdesi me mua, edhe aty e kuptoj, domethënë madje ndjej këtë që sa herë këndoj them ja vlen të jetoj, sepse në atë lloj dimensioni më çon. Ja vlen të jetoj për fëmijët e mi, edhe për muzikën pa diskutim. Ëndra amerikane ishte për ty një ëndër e vërtetë e jetuar ashtu siç kishe menduar ti, apo ishte një zhgënjim në fillim? Jo, nuk ishte zhgënjim. Fatmirësisht kemi pas një përshtatje shumë të mirë që në fillim. Nuk e di, na ndihmoi Zoti, edhe puna që unë gjeta më një herë, fëmijët që u futën direkt në shkollë, era ishte. Është vërtet vendi i shanseve të barabarta që përqafon diversitetin që është Alketa. Është, nëse ti ke një ide, një projekt, mjafton ta paraqisësh atje ku duhet, me njerëzit e duhur, në fakt, edhe kjo është çështje fati, me njerëzit e duhur, kohën e duhur është pa diskutim. Çfarë të kanë mësuar fëmijët ty? Mira, i ke si shok tani. E shoh që ke një marrëdhënie shumë të bukur me Erën, shëtisni bashkë. Janë gjëja më e bukur në jetën time, janë Era dhe Drini. E mbajmë mend momentin kur e bën nën për herë të parë? E mbaj mend dhe me Erën dhe me Drinin. Nuk e di, janë gjëja më e bukur në jetën time për një fakt, sepse janë të mrekullueshëm, domethënë janë fëmijë shumë të mirë, edhe pse janë rritur tani, unë i them janë fëmijë, sepse në sytë tanë gjithmonë do ngelen fëmijë sigurisht, por kanë një mirësi të iskajshme. Mbase është shumë për kohën dhe për botën dhe për jetën që kalojmë, mbase nuk bën shumë sens, sepse jeta është shumë e egër, njerëzit kanë ndryshuar çdo gjë. Mirë, po them që janë përsëri me karakteristikat më të pasura të dy ata, që kështu jam shumë e lumtur për qenien e tyre siç ata janë. Po ti çfarë ke trashëguar si vlera nga nëna dhe babai që sot ja kalon fëmijëve të tu? Mirësinë, theksuar, njerëzillikun. Këto janë gjëra që trashëgojnë dhe që është fat i kesh, mendoj. Të mbetesh njeri nuk ka më bukur sa të mbetesh njeri apo jo. Ti je njeri, them unë. Asgjë s'ka vlerë, as pushteti, as para, as fama. Mendoj, tani gjitha gjërat kanë rëndësinë e vet, por kjo ana njerëzore është në zhdukje, është jemi, edhe unë ndi veten ndonjëherë specie në zhdukje, them drejtën, për sa i përket ca vlerat njerëzore që kam, dhe kur janë vlerat më të bukura, mendoj që mund të karakterizojnë njeri, por kjo është jeta. Për çfarë të duhet të mbash mend gjithmonë?
do doja të mbahesha mend prapë e përsëris, për mirësinë që më karakterizon. Më karakterizon shumë mirësi, edhe jam e fat që e kam këto, jam e lumtur seriozisht që e kam këtë lloj cilësie. Ke ende një ëndër të paralizuar në drejtim të karrierës? Kam dua të bëj një koncert të madh recital, që e kam thënë. Në Shqipëri apo në Amerikë? Në Shqipëri. Në Amerikë vazhdoj të jap koncerte recitale kryesisht. Por në Shqipëri dua ta bëj këtu, atje ku e ndjej, domethënë që duhet t'jap akoma më shumë, dua akoma më shumë të njohin njerëzit tu, edhe pse njohin se janë shumë vite që un kam performuar këtu, por prapë më duket sikur kam akoma. Më duket sikur pjesa më e mirë, anës artistike më ka ardhur këto vite dhe dua ta shfaq akoma më shumë. Se di se më duket shumë ideale për Broadway-n, për musicalet e teatrot e Londrës. Nuk e di ke bërë ndonjëherë në audición, të ka vajtur në mendje të bësh një casting në audicion, do ishte perfekte. Ka role shumë të bukura që i shkojnë shumë vokalit tënd. Mbase, po, se di se kam. Asnjëherë nuk është vonë, sidomos në Amerikën. E ëndrave dhe shanseve të barabarta për të gjithë. E vërtet, po nuk e kam çuar mendje ndonjëherë. A do më çosh lutem edhe një herë në New York në atë mesnatën tonë në Manhattan me shi, edhe të më këndosh pak fare nga Cry Me a River, ai versioni që e kishte regjistruar. Ishte ai shumë bukur shiu. Telefon. Aha, patjetër. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river. Oh, you drove me, nearly drove me out of my head when you never shed a tear. I remember all that you said. Love me, love is too plebeian. Told me love it will be. I love you. Say you're lonely. Well, just to prove you do. Well, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Mua do më kesh në radhët e pallatit kongreseve duke duar trokitur për ty. Faleminderit e dashur. Faleminderit që le një copë zemre këtu, i them të gjithë të ftuarve. Faleminderit. Kjo nuk ishte pak. Faleminderit Alketa. Krye.